Mbështes projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për projektin Programi Investimeve për Zhvillim të Integruar Rajonal. Ky program parashikon ndërhyrje infrastrukturore të integruara në funksion të nxitjes së zhvillimit ekonomik të zonave me potencial turistik dhe përfshin ndërhyrjen në 3 bashki, Pustec, Pogradec dhe Himar. Si deputet i qarkut të Korçës, falenderoj qeverinë për përfshirjen e bashkive të Pustecit dhe Pogradecit në këtë program, si 2 bashkime me karakteristikat të ngjashme, të cilat kanë potencial kryesor turizmi liqenor. Për zonën e Prespës, nga këtë projekt janë planifikuar të investojnë rreth 10 milion euro për rehabilitimin e rrugëve rurale, ndërtimin e shëtitoreve dhe kursive për bicikleta, buzëliqenit të Prespës, ndërtimin e plazheve e të tjerë. Problem kryesor në zhvillimin social-ekonomik të zonës së Prespës nuk ka qenë mungesa e investimeve apo mungesa e projekteve për zhvillimin e zonës, por mosbatimi ose zbatimi i gabuar i projekteve të miratuara për zonën. Prandaj banorët e komunitetit Maqedonës të zonës së Prespës me të drejtë presin këto investime të menaxhojnë në mënyrën e drejtë për ta kthyer zonën e Prespës në një destinacion të mirëfillt turistik.